Ministri i Financave Petrit Malaj zhvilloi një vizitë pune në Lushnjë për të ndjekur zbatimin e skemës së re të kompensimit me 10% të TVSH-s për fermerët e cila ka hyrë në fuqi më një korrik. Gjatë vizitës në Krutje, ministri u bëri thirrje fermerëve të përfitojnë nga skema e cila synon të rrisë mbështetjen financiare dhe të formalizojë sektorin bujqësor. Nga data 1 korrik, administrata tatimore ka filluar me kompensimin në masë 10% të TVSH-s për gjitha produktet bujqësore ose blegtorale të cilat shiten kundrejt faturave të rregullta tek pikat e grumbullimit apo tek pikat e përpunimit. Më pas fermerët u njohën me procedurat e aplikimit në sistemin elektronik e-filing. Sipas të dhënave paraprake, shuma potenciale për të kompensuar ndaj fermerëve për periudhën 1 janar deri me 30 qershor është në vlerën 13.8 milion euro. Le të shohim nga afër se sa i thjesht është ky proces, mund të bëhet lehtësisht nëpërmjet sistemit e-filing, ku fermerët mund të hyjnë në llogarinë e tyre, aty janë të gjitha faturat e rregulla tatimore të listuara dhe mjafton me një kërkesë të thjeshtë dhe me numrin e llogarisë bankare të kryejnë aplikimin, e cila pastaj më tej do të vijohet nga ana administratës tatimore për të bërë dhe rimbursimin drejt për drejt në llogarinë tuaj bankare. Ne nuk kemi mundësuar fermerëve që në rast se hasin vështirësi për sa i përket procesit të aplikimit online, mund t'i drejtohen drejt për drejt shërbimit ndaj tatim paguesit në drejtorinë rajonale tatimore më të afërm. Sipas administratës tatimore, nëse aplikojnë të gjithë fermerët që plotësojnë kriteret, vlera e kompensimit për 6 mujorin e parë të vitit 2026 pritet të arrijë në rreth 1.35 miliard lek ose afro 13.8 milion euro.